Mbretëria e Bashkuar është e vetmi aplikante e rregull për organizimin e Kupës së Botës për femra në vitin 2035 dhe ka shprehur interesin për të pritur këtë kompeticion në mars. Anglia, Skocia, Walesi dhe Irlanda e Veriut së bashku kanë kërkuar mundësinë për të organizuar turneun në një kohë kur Kupa e Botës për femra pritet të zhvillohet në Evropë. Sipas rregullores së FIFA-s, ky turne duhet të mbahet në Evropë ose Afrikë dhe aplikimi i Mbretërisë së Bashkuar është i vetmi që ka arritur në fazën përfundimtare për këtë vit. Në javën e kaluar, presidenti i Federatës Spanjolle të Futbollit, Rafael Luzan, njoftoi se po punonin për një kandidaturë të përbashkët me Portugalinë dhe Marokun, por afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve ishte 31 marsi dhe propozimi i këtyre shteteve nuk u dorëzua. Në një deklaratë gjatë kongresit të UEFA-s në Beograd, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, konfirmoi se aplikimi nga Mbretëria e Bashkuar ishte i vetmi që kishte pranuar për Kupën e Botës për femra 2035, ndërsa SBA pritet të organizojë edicionin e vitit 2031. Mund të konfirmoj se kemi marrë një aplikim për 2031 dhe një për 2035. Aplikimi për eventin e 2031 është nga SBA-ja dhe ka mundësi prej disa antarëve të CONSASAF, ndërsa aplikimi për eventin e 2035 është nga Europa. Kështu që rruga është shtruar nga Kupa e Botës do të zhvillohet në disa shtete të mëdha dhe do të ndihmojë në zhvillimin e lëvizjes së futbollit të femrave, tha Gianni Infantino. Sipas tij, aplikimet zyrtare do të duhet të dorëzohen deri në dimër dhe vendimi përfundimtar për organizimin e Kupës së Botës për femra 2035 do të merret në Kongresin e FIFA-s që do të mbahet në vitin 2026. Në përfundim, Infantino njoftoi se Kupa e Botës për femra 2031 do të përfshijë 48 ekipe, një rritje nga 32 sa janë për turneun në vitin 2027. Nëse oferta e Mbretërisë së Bashkuar konfirmohet, Kupa e Botës për femra 2035 do të shënojë herën e dytë që ky turne do të mbahet në vendin britanik pas edicionit të vitit 1966, kur zhvillua Kupa e Botës për meshkuj në Angli.